pavarësisht se çka kom lujt për ato 45 vite, kur s'kam dëshirë të me quajnë imam dhe të me quajnë legjend, siç po e shoh shkrimet e mia kur shkruaj në Facebook tregimet e vogla dhe i postoj. Ata donë të me nderojnë, por nderimi nga njëherë të rëndonë ma shumë se sa që duhet. Nuk di a ishte bebi. Nuk e di a ishte një tjetër. Se ko mbaj shumë men. Duj me e pastru kokën prej dheut se zbrasha kapuqin me dhejnë kokën time dhe aj më qojnë në tualet këtu. Po s'kishte ujtë të ngrotë dhe me ujtë ftoft, aj ma pastroj kokën. Por nuk po m'vjen mirë që po e shonë këtë gjendje teatri. Kjo është për keqardhje të madhe. Është një godinë jashtëzakonshme dhe isha tu i shikuar gjithë të figura njerëzish që i kanë argëtuar këtë popull këtu dhe janë dergjë këty në këthinave të këtij teatri. Dhe në 2026, kur ministrat tonë dhe deputetët tonë rrahin gjoksin për miliona pasuri, mos me renovu një teatr dhe mos me mujt një aktor me pas ku me hi me ungro dresa nuk del para publikut, kjo është të mërshme.